Gjatë një takimi me drejtues dhe punonjës të Bashkisë së Maliqit, ku analizuan edhe punët e kryera vitin e kaluar, kryetari Gëzim Topçiu ka paraqitur investimet kryesore që do të kryhen në vitin 2024. Sipas kryebashkiakut, bujqësia mbetet prioritet kryesor i këtij institucioni, ndërkohë që krejt ndryshe nga vitet e tjera, turizmi do të jepet më tepër përparësi për ta përfshirë atë në politikat rajonale. Infrastruktura përfshi këtu edhe atë rrugore do të jetë një tjetër drejtim i këtij institucioni për vitin 2024. Bujqësia është baza e zonës sonë, edhe duam që kjo të marrë një zhvillim sa më të madh në të gjithë territorin e bashkisë. Turizmi është elementi i dytë i cili duam të bëhemi gjithë përfshirës dhe pjesë e paketës turistike të rajonit Korçës, kaq e rëndësishme edhe për peshën e madhe që po merr jo vetëm në rajonin e Korçës, por në gjithë Shqipërinë. Nga ana tjetër, infrastruktura, jo vetëm ajo rrugore, por infrastruktura në përgjithësi, edhe arsimore, shëndetësore, kanalizimet, ujësillsat janë pjesë e programit tonë buxhetor të vitit 2024. Menaxhimi i territorit dhe zgjidhja e problematikave të dala nga dëgjesat publike të kryera me qytetarët është një tjetër drejtim i rëndësishëm i punës së Bashkisë Maliq. Për realizimin e projekteve të këtij viti, Bashkia e Maliqit ka një buxhet prej 150 milion lekësh të reja, ku përfshihen grandet e qeverisë dhe të ardhurat e vetë bashkisë.